Trupi njeriut është një ekosistem i gjallë që përmban miliarda mikroorganizma, baktere, kërpulla, viruset e dobishme dhe mikroorganizma të tjerë, të cilët bashkëtojnë me ne në harmoni. Shumica e tyre ndodhen në zorën e trash, ku formojnë atë që quhet mikrobiota intestinale ose flora bakteriale e zorëve. Këto baktere nuk janë armiq, përkundrazi, ato janë aleatë të domosdoshëm për shëndetin dhe energjinë tonë. Bakteret e mira janë mikroorganizma që ndihmojnë trupin në shumë procese jetësore. Në një zorë të shëndetshme jetojnë mbi 100 trilion baktere, që përfaqësojnë më shumë se 500 deri në 1000 lloje të ndryshme. Secila prej këtyre baktereve ka një funksion të veçantë. Disa ndihmojnë tretjen e fibrave, disa prodhojnë energji, disa mbrojnë nga infeksionet, e disa ndikojnë madje edhe te humori dhe truri. Zora është si një laborator natyror. Kur ne ham ushqim, veçanërisht fruta, perime, drithëra integrale, bishtajore, shumë prej këtyre fibrave nuk treten nga trupi ynë. Këto mbërrin në zorën e trash, ku bakteret e mira i hanë dhe i fermentojnë. Gjatë këtij procesi, ato prodhojnë substanca shumë të dobishme, si acidet yndyrore me zinxhir të shkurtër, acidi butrik, acidi propionik dhe acidi acetik. Mirëmbrëma të dashur miq, edhe një herë tjetër, ju urojmë që të jeni sa më mirë me shëndet. Edhe sot do të diskutojmë dhe do të flasim së bashku me ju për një emision shumë të rëndësishëm me vlera patjetër të veçanta dhe do të hapim një dritare të re përsëri për disa informacione të rëndësishme. E thash të gjë sepse her pas here ne mund të jemi të lodhur dhe mund të kemi rëndesa apo plogështi. Sot do të fokusohemi tek energjia e trupit. Përse ne ndjehemi vazhdimisht të plogësht? Këtu heqim pak faktorët ushqimor ose faktorët e stilit jetesës. Patjetër që këto janë të rëndësishëm dhe specifik, por e kemi fjalën tek ajo energji trupore e fshehtë, ose tek energjia trupore misterioze, ose tek energjia trupore e cila ne mund bëjmë shumë gjëra, pra mund bëjmë kujdes me ushqimin, me gjumin dhe me procese të tjera, por përsëri nuk shikojmë përmirësime në energjinë trupore. A e keni menduar ndonjëherë energjinë trupore se lidhet ose ka një lidhje shumë të ngushtë me disa mikrogjallësa që ndodhen brenda trupit tonë. Ka lidhje shumë misterioze me disa mikroorganizma dhe disa mikrogjallësa të cilat jetojnë dhe në mungesë të oksigjenit, por dhe në prezencë të oksigjenit. Do thoni ju, cilat janë këto mikrogjallësa? Pa këto mikrogjallësa, truri jon nuk mund të funksionojë dot. Pa këto mikrogjallësa, as truri nuk mund të ketë një performancë të shëndetshme. Këto mikrogjallësa janë rreth 100 deri në 200 trilion. Janë të shumta në numërt. Prezenca e tyre e mbron trupin ton përkundrejt shumë sëmundjeve të ndryshme, e mbron përkundrejt viruseve si fillim, sepse ne jemi në stinën dhe të mund ta themi nuk është stin virozash, absolutisht sistemi ynë imunitar është në ato probleme që shfaqen dhe viruset ndryshme, sepse ne jetojmë në një ekosistem me ato. Për këto mikrogjallësat janë bërë dhe shumë studime të ndryshme që lidhin edhe sëmundjet neurodegenerative. Pra, këto mikrogjallësat lidhen dhe me sëmundjet neurodegenerative të trurit. Do të flasim për atë energjinë trupore që lidhet drejt për drejti me këto mikroorganizma. Për çfarë e kanë fjalën? E kanë fjalën për disa baktere ose mikroorganizma që prodhojnë energji. A keni parasysh që sportistët konsumojnë banane, konsumojnë ujë? Përse më shumë t'i këshillohet konsumimi i bananes pas një aktiviteti fizik, por dhe para një aktiviteti fizik? Sepse banania është një frut që ka shumë kalium, ka shumë fibra të tretshme, kanë në nivele të konsiderueshme dhe jone apo katione të magneziumit. Pra kalium, magnezium dhe fibra të tretshëm. Kjo e bën që muskujt e tyre mos të fermentojnë dhe mos të grumullojnë acid laktik, por hynë në lojë disa hormone që prodhohen në zorën e trash. Edhe një herë si fillim tjetër. Qendra e sistemit imunitar ne kemi thënë shumë herë që ndodhet në zorë, por aty ndodhet edhe pika më e çuditshme dhe pika më misterioze e energjisë. Nëse ne ndihemi të lodhur, të plogësht, nëse ne nuk mund të artikulojmë dot siç duhet, nëse ne kemi një problematik dhe me humorin ton, me sjelljen ton, si fillim fokusi është tek sipërfaqja e brendshme e zorës trash dhe në mungesën e këtyre mikrogjallësave. Këto mikrogjallësa bëjnë të mundur dhe sintetizimin e disa lëndëve kimike shumë esenciale në tru. Lactobacillus helveticus, një bakter, një mikroorganizëm që ndodhet në zorën e trash,
është shumë esencial sepse bën të mundur dhe sintetizimin e një molekule e cila quhet acidi amino gamma butyrik. Dhe ky acid është lënda kimike ose mund ta shohim si një neuropeptid që frenon aktivitetin e lartë të trurit, që quhet acidi amino gamma butyrik. Acidi amino gamma butyrik është një kimikat i rëndësishëm, një lëndë mund ta themi ne tepër esenciale dhe një molekull shumë esenciale që ka veprim kimik dhe në mukozën e zorës holl duke rregulluar peristaltikën. Edhe një herë tjetër, energjia trupore më e madhe nuk fshihet në tru, por fshihet në zorë. Edhe një herë tjetër, energjia trupore më e madhe nuk fshihet në tru, por në zorë. Përpunimi i lëndëve ushqimore bëhet aty. Nëse ju ndjeni lodhje të vazhdueshme her pas here, nuk do të thotë se duhet të merrni B kompleksa, elektrolite ose vitamina të cilat nuk shërbejnë. Nuk duhet të bëni këtë pyetje. Unë kam në mungesë vitaminën B12 edhe duhet ta marr. Pyetja e dur është: përse është në mungesë vitamina B12? A mos ka ndonjë problem përthithja apo absorbimi, apo mos ka ndonjë problem zorët? Ajo që unë dua të them është se nuk është domosdoshmërisht e rëndësishme fakti që kur ju keni një mungesë të një vitamine, duhet ta merrni për të plotësuar lodhjen apo energjinë trupore. Do të përmend pak disa baktere të shëndetshme të cilat lidhen me energjinë trupore. Është një bakteri i cili quhet Veillonella parvulum. Është zbuluar kohët e fundit ky mikroorganizëm i veçantë. Veillonella parvulum ç'a bën? Bën të mundur prodhimin ose përdor acidin laktik. Përdor acidin laktik për të prodhuar energji. Veillonella parvulum është një bakteri i cili jeton në kolon ose në zorën e trash. Acidin laktik ai e merr nga muskujt sepse fermentohet aty ose grumbullohet acidi laktik aty dhe ç'a bën acidi laktik nëpërmjet laktato dehidrogenazës konvertohet në acid piruvik. Ky bakteri Veillonella parvulum e merr acidin laktik dhe nëpërmjet acidit laktik bën të mundur prodhimin e ATP-s, prodhon energji. Pra një bakter i cili jeton në zorën e trash, një bakter i mirë, i cili quhet Veillonella parvulum, bën të mundur përdorimin e acidit laktik deri në energji. Madje ky është edhe si një depozitues kryesor i acidit laktik. Ama acidi laktik ka dhe efekt antibakterial në mbeturinat e zorës trash. Mos harroni që unë e kam thënë edhe më pak parë në disa emisione të kaluara që vdekja fillon në zorë. Veillonella parvulum përdor acidin laktik dhe prodhohet energji. Ashtu kemi edhe një bakter tjetër i cili quhet Blatua obeum. Blatua obeum së bashku me Veillonella parvulum, krahas përdorimit të acidit laktik, ato bëjnë dhe prodhim të acidit butyrik. Ato jetojnë këtu në ambientin e brendshëm të zorës së trash, pikërisht këtu është zora e trash, e cila ka pozicionimin e një uje në organizmin tonë. Dhe këto si lidhen me trurin. Ajo që unë thash pak më parë, Blautia obeum ndodhet në zorën e trash dhe Veillonella parvulum përsëri këtu ndodhen. Blautia obeum dërgon informacione sensoriale në tru për të qetësuar trurin, ndërsa Lactobacillus helveticus i cili bënte të mundur sintetizimin e GABA-s. Blautia obeum është një bakter shumë i rëndësishëm sepse prodhon acide yndyrore. Një ndër këto acidet yndyrore që Blautia obeum prodhon është acidi butyrik dhe acidi valerik. Acidi butyrik dhe acidi valerik janë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër që mbrojnë nga kanceri i zorës trash. Sa më e shëndetshme të jetë zora e trasht, patjetër që nuk preket as nga llojet e ndryshme të karsinomave. Kanceri i zorës trash është shumë i rrezikshëm. Dhe për të parandaluar kancerin e zorës trash, ne duhet ta pasurojmë florën e zorës me këto mikrogjallësa të shëndetshme ose me këto mikroorganizma ose me këtë inteligjencë artificiale biologjike. Ky bakter, që unë e thash pak më parë, Blautia obeum, është aq shumë esencial sa që prodhon butyrat, prodhon dhe acid valerik ose acid izovalerik. Këto dy acide me zinxhir të shkurtër, pra acidet yndyrore me zinxhir të shkurtër, mbrojnë mukozën e zorës trash dhe lidhjet e zorës trash, të cilat quhen Ting junction ose lidhjet ndërqelizore, duke parandaluar likigat. Acidi butyrik ka vlera esenciale dhe në reduktimin e një molekule e cila quhet NFKB, nuklear faktor Kb. Çfarë bëjnë tjetër? Krahas
Veilonella parvulum, këtu jemi tek ato lidhjet qelizore të zorës trash. Veilonella parvulum bënte që zora e trash mos të kishe çarje ose rjedhje, që citokina, që mos të bëj sekretimi citokinave dhe mos të sinjalizoj pjesa e korteksit ose kores mbiveshkore apo mbiveshkore, sepse këto bëjnë të mundur dhe prodhimin e hormoneve të stresit. Blautia obeum. Blautia obeum është një bakteri që ne e thamë që prodhonte acid butyrik, që Blautia obeum dërgonte informacion në korteksin prefrontal që të qetësoj stresi, ankthi, madje stabilizonte dhe hormonin e adrenokortikotropinës.